Debati fort mes Rozanës dhe Gjestit. Rozana dhe Gjesti dikur miq në Big Brother kanë pasur një debat të ashpër gjatë spektaklit të së shtunës, pas një debati që patën pasi Rozana i kërkoi Gjestit që të mos e shihte me rroba banje. Gjesti tha se e gjitha ishte me tendencë. Gjesti ka hyrë me Smeje dhe Eglit, vetëm me ne merret. Nëse ti më ke thënë ke të dashur jashtë, unë të thash ashtu, thash po luajm lojë të folliqur, është tradhtare. Ti thuash dikujt si vëlla, pse më the mos më shiko, ma bëri me tendencë, e shikova në sy, jo në trup. Rozana, më fute në siklet, thash të lutem u largo, vazhdoje dhe nuk ikje, të kërkova të largoheshe. Gjesti, unë veç të them ty çfarë ke bërë këtu, veç zhvishesh dhe thua hajde më shiko, nuk jam shpifse si ti. Rozana, joja e një vajze është jo për një djalë. Egli, asnjë djalë nuk të ka ngacmuar. Rozana, nuk dua të më shikosh. Gjesti, je sa nana ime kur me fol në atë mënyrë. Pse e shet trupin për lojë? Po e përdor trupin, mos ma këshyr trupin. E di pasha zotin e ke pasur me tendencë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.